Situata epidemiologjike në lidhje me infeksionin SARS-CoV-2 dhe sëmundjen COVID-19, ashtu si në gjithë botën, në Europë apo në rajon, edhe në Shqipëri paraqitet me një rritje të numrit të rasteve këto 2 javët e fundit, gjë që është reflektuar në shifrën e incidencës 130 raste për 100.000 banor. Aktualisht në vend kemi 500 vatra aktive, për të cilave 35% janë vetëm në Tiranë. Vlerësohet se rastet e rritura pozitive përkojnë me lehtësimin e masave shtrënguese, siç janë hapja e bareve, restoranteve apo hapja e shkollave dhe të tjera, por njëkohësisht edhe me sezonin e vjeshtës, që sjell më shumë grumbullime në ambientet e brendshme, duke shtuar numrin e rritjeve të kontakteve në ambientet e mbyllura. Situata në spitale paraqitet me një rritje të rasteve të qytetarëve të shtruar, por në 2 javët e fundit ka pasur një qëndrueshmëri për sa i përket rasteve që kanë kërkuar trajtim në repartet e kujdesit intensiv. Nisur nga vlerësimi i dinamikës së situatës, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vlerësuar se është e nevojshme të kemi masa shtesë për të frenuar përhapjen më tej të infeksionit. Në këtë kuadër, në mbledhjen e zhvilluar pak momente më parë, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka analizuar situatën, ka analizuar rrisjet me të cilat po përballemi për momentin, ka vlerësuar situatën në rajon dhe në Europë, masat e ndërmarra nga vendet e tjera, zbatimin e masave në vendin tonë, ecurinë e epidemisë në vend dhe kemi vendosur unanimisht të propozojmë që universitetet të zhvillojnë vetëm mësim online, pra mësim në distancë pa prezencën fizike për të paktën 1 muaj, duke vazhduar të vlerësojmë situatën në dinamik. Në këtë kuadër, aulat dhe konviktet do të jenë të mbyllura deri në një vendim të dytë. Njëkohësisht Komiteti Teknik po vlerëson mbylljen e bareve dhe kafeneve në zonën e bllokut në Tiranë pas orës 22, duke qenë se konstatohet një vatë rreziku i madh i mundshëm nga grumbullimet në atë zonë, sidomos gjatë orëve të natës. Të nderuar qytetarë, nëse nuk zbatojmë rregullat e vendosura, nëse nuk kemi disiplinë, do të rrezikojmë mbylljen që askush nuk e do. Secili prej nesh e ka akoma në dorë të frenojë përhapjen e epidemisë. Vendimi që kemi marrë për vendosjen e maskës së detyrueshme në të gjitha ambientet është një vendim i drejtë, i provuar tashmë për dobinë e tij. Le ta mbajmë maskën kudo që ajo është rekomanduar, në mënyrë që të evitojmë mbajtjen e maskës së oksigjenit më vonë. Së bashku me distancimin fizik dhe higjienën e duarve është mjeti më efikas për evitimin e infeksionit. Vetëm me një bashkëpunim të ngushtë me autoritetet mundet që ta kapërcejmë këtë situatë. Askush nga ne nuk e do një mbrojtje të dytë, por nëse jemi në kushtet e përkeqësimit të situatës, do të jenë të pashmangshme masa të tjera shtrënguese. Bëhuni, ju lutem, pjesë e zgjidhjes duke respektuar të gjitha rregullat e vendosura. Ju faleminderit.